më vjen është një informacion që besoj unë i duhet i gjithë komisionit, sa kohë që ligji nuk shoqërohet me tabel për afrimin. Cilat nenet të këtij ligji janë përafruar plotësisht me direktivën e Bashkimit Evropian. E dyta, cilat nenet të këtij projekt ligji kanë ezauruar totalisht të themi vretjen, kritikën e raport progresit të Bashkimit Evropian për vitin 2025. Pra, një element i sjell në vëmendje nga raport progresi që është analizuar edhe që është ezauruar plotësisht me definicionet që përcaktohen ky ligj. Së treti, referenca, do të thënë, përjashtimet e përgjithshme janë një element kyç i gjithë këtij projekt ligji. Doja dija sa i përputhur është neni 5 me direktivën e Bashkimit Evropian. Më konkretisht. Veçanërisht sa i takon rrezikut operativ. Të njëjtën pyetje kam edhe për nenin 4, se me thënë drejtën unë mundova shumë të jepja konsiderata për këtë nenin, po nuk më rrihet pa e dhënë konsideratën edhe për nenin 4. Do të thënë, ky neni 4 është i ngjashëm me ndonjë ligj tjetër të ngjashëm si ky. Se me thënë drejtën më duket si një listë projektesh e sjell në projekt ligj. Nuk më duket si një listë parimore për sektorët respektiv ku mundet të operohet me koncencione apo partneritetin publik-privat. Për shembull, thuhet në burgje dhe infrastrukturë gjyqësore, koncencion. Unë mendoj që ky është një shërbim publik shumë i rëndësishëm. Edhe që ka të bëjë me sigurinë dhe rendin publik, po edhe me sigurinë kombëtare. Do thënë dhe për mua fjala bie, për bindjet e mia natyrisht që kjo s'do të jetë tu fare. Dhe as du ta çoj kush në mend që mund t'japi burgje me koncencion. Tjetër, rehabilitimi i tokës dhe i pyjeve. Tjetër, strehimi, që është një element apo një faktor shumë i rëndësishëm publik, me thënë drejtën, edhe me karakter social. Tjetër, godina të administratës publike që jepen me koncencion. Që ngjitet më shtetit pastaj? Nëse dhe një godinë të një sektori të rëndësishëm publik e ndërton një privat. Tjetër, rehabilitimi dhe zhvillimi urban dhe suburban. Çfarë nuk kuptohet me këtë? Tjetër, ndriçimi publik në territorin e njësive administrative vendore. Tash kjo bie ndesh edhe me atë që sapo tha zonja Antoneta pak më përpara. Tani edhe i vëm kufizime pushtetit vendor deri në zhvlerë të aktiveve të tij mund të lidh një kontratë partneriteti publik-privat dhe në krahun tjetër themi që po mund ta bësh këtë. Ndriçimin publik. Si me atë kufizimin, po mund të dalë jashtë vlerës së atij kufizimi. Dhe kjo pastaj që e hap komplet, është kontratat të tjera në sektor utilitar. Çfarë do të thonë kjo? Dhe kush janë sektorët utilitar të tjerë që janë jashtë kësaj liste? Prandaj pyetja që kam është, neni 4 është i përafruar apo është i ngjashëm me të njëjtin nen të një ligji të një vendi të Bashkimit Evropian? Pyetja tjetër që kam lidhet me karakterin e procedurave. Nëse ka pasur një kontestim shumë të madh lidhur me kontratën e partneritetit publik-privat, kanë qenë dy kontestime. Një e para, forma e kontratës partneritetit publik-privat apo edhe koncesionit, propozimi pa kërkuar, dhe e dyta mënyra se si zhvillohet gara. Tani unë këtu nuk arrita kuptoj. Okej, e kuptoj pikën A që është procedura hapur. Po procedura e kufizuar çfarë është? Po procedurë konkurruese, domethënë edhe konkurruese dhe me negocime, e cila përdoret vetëm në rastin e kontratave të sektorit klasik,
Kush është sektori klasik? Procedurë me negocim me shpallje paraprake të njoftimit e cila përdoret vetëm në rastin e kontratës sektoriale. Çfarë dallimi ka midis kontratës sektoriale dhe sektorit klasik? Dhe prap pyetja është, pse nuk lihet vetëm procedurë e hapur konkurruese dhe asgjë tjetër, vetëm procedurë e hapur konkurruese? Çfarë kufizon? Çfarë dëmi i sjell një interesi publik në këtë rast, nëse do të kemi vetëm procedurë të hapur? Asnjë nga këto procedurat B, C dhe Ç. Edhe një kam të fundit. Dhe pyetja e fundit që kam është, shikoni, ne kemi pasur probleme më të madh dhe e kemi aktualisht transferimin e kontratës së koncesionit. E kemi këtë gjë problem shumë të madh në gjithë sektorin minerar. Dhe natyrisht kemi parë që kanë ndodhur fenomene të natyrës ekonomike që kanë shkelur shumë fort ligjin, apo qëllimi pse është dhënë kontrata koncesionare ka degraduar totalisht. E dyta, që është shumë e rëndësishme, po prap kemi parë transferim të kontratave koncesionare në sektorin e shëndetësisë, që kanë sjellë dy fenomene, edhe drejt degradim të qëllimit kryesor, po edhe përqendrim dhe monopolizim në një dorë edhe të kontratave të koncesionit apo të partneritetit publik-privat. Po edhe në sektor tjerë ka ndodhur kjo. Pse se eliminohet kjo fare? Unë mendoj që një kontratë e fituar me garë, e lidhur mirë, e lidhur në mënyrë të konsiderueshme me garanci të plota, nuk ka pse transferohet kërkum. Nuk ka pse transferohet kërkum. Atëherë pse nuk eliminohet kjo mundësia e transferimit të kontratës? Sa kohë që unë kam zgjedhur një investitor që është i rëndësishëm dhe normalisht kam kontraktuar atë përmes kësaj forme. Pse duhet të pranoj unë apo të lë hapësira për transferim të kontratës? Pse? Dhe e fundit gjë që kam, janë raportet 3 mujore, që vendosin si detyrim këtu, për efekt të transparencës. Këto raporte 3 mujore do t'jenë të aksesueshme për të gjithë? Apo do të ketë akses të kufizuar për to, thjesht dhe vetëm tek ministri respektiv? Faleminderit. Unë nuk e besoj se ka të tjera pyetje për këtë moment, që kështu ju lutem filloni përgjigjet e këtyre pyetjeve. Faleminderit e nderuar zonja kryetare. Lë fjalën drejtorit të Atrakos, Emiliano Gjika, për disa përgjigje teknike. Them vetëm ta kem pak të vështirë që t'i jap përgjigjet njëra mbas tjetrës, kështu që ju lutem kujtoni nëse harroj ndonjë gjë. Dakor. Do më ndihmosh pak kush është? Lidhur me ninin 4, fusha e zbatimit. Të gjithë
Lista që përmban neni 4 është copy-paste lista që përmban aneksi 2 direktivës. Për kështë një për... Çfarë do të thonë? Nga direktiva. Vlera e paras është, mbase do ishte përkthyer më mirë, është përkthim i termit value for money, që do të thotë si mund vini komisionet tonin baste që të kishte, po kjo është turp, kjo është serioziteti që vini me përkiti më të rëndësishëm që keni. Të na thonin në baste duhet ishte, ai përkthim që keni turp. Jo, se keni mundem një minutë, ky përkthim ka qenë dhe ky term ka qenë në ligjin aktual që është miratuar që në vitin 2013. Për këtë arsye, mbase dhe ka shpëtuar për apo e paras. Po thelbi është që termi vlera për para Po merrni mbrapsht për punonin dhe s'na sillni prapë atëherë. Sepse vlera e paras është koncepti më i rëndësishëm. Më i rëndësishëm besoni mua, që të diskutuar nga pjesë ndarkë. Që ju e keni marrë, e keni përkufizuar dhe e keni fundur në xhep dhe s'e përmendni asgjë. Dhe ti më thua mua, e ka bërë un gabim, ndoshta ka shkuar. Kjo është përgatitje që thoni. Nuk po them e kam bërë un gabim. Po them që mbase përkthimi do të ishte më i saktë, të ishte përkthyer vlera për para. Është përkthim i termit value for money, që është marrë nga direktiva dhe është termi i njohur ndërkombëtarisht në fushën e PPP-ve dhe do të thotë të marrësh maksimumin për paranë investuar në një koncesion apo PPP dhe nuk bën një analizë të thjeshtë vetëm të investimit që është bërë, po dhe të gjithë përfitimeve të tjera ekonomike që apo jo ekonomike që vijnë nga ai projekt. Okej. Ashtu siç e përkufizoni ju është, dhe bjem dakord që e keni shkruar shumë keq të kufizimet të gjë. Pra gjithë përkufizimi i value for money, duke filluar nga titulli, ose vlera për parat, ose vlera kundrejt parave, po ashtu në shqip nuk tingëllon. Tani, më thoni këto koncept ku e përdorni ju gjatë projekt ligjit. Se çfarë është, e kuptoj. Dhe praktikisht thot, kur gjykoni për një projekt, qoftë koncesionar, qoftë të partneritetit publik-privat, bëhet një analizë e cila quhet value for money, vlerë që merr autoriteti kontraktur kundrejt parave që paguhen. Analiza është jo vetëm financiare, ekonomike, sociale, dakord? Tani, këto koncept që e keni shtjelluar keq, përkufizuar keq, gjithsesi le ta marrim që ka qenë gabim. Ku përdoret dhe pse është i rëndësishëm për ligjin tuaj? Ky koncept nuk përdoret askund në këtë ligj, por përkufizimet e vendosura në ligj do të shërbejnë edhe për VKM-t që do të dalin në zbatim të ligjit. Po s'kam mbaruar më pyetët. Vazhdoj përgjigjen, pastaj bëjmë neve komente. Atëherë, gjithë përkufizimet që janë në këtë ligj do të shërbejnë dhe për zbatimin e akteve nënligjore, që do të dalin zbatim ti. Deri më sot kemi menduar që janë rreth 6 akte nënligjore, sepse neni 76 autorizon për procesin e hartimit studimit fizibilitetit dhe të po jo çdo gjë e kemi përkufizimi i value for money, vlerës për para, do të shtjellohet më tej në VKM-n që do të dalin, që do të zëvendësoj VKM 575, që është aktualisht fuqi. VKM-ja duhet të ketë një referencë. Dhe referenca shtrihet, parashtrohet në ligj. Se çfarë roli duhet të gjej analiza value for money
në gjithë trajtimin se ky është thelbi dhe zemra e gjës. Këtë do ta përcaktoni në ligj, nuk mund t'ja lini VKM-s, se me VKM ligji duhet përcaktoj kush është roli dhe pozicioni dhe vlera e dokumentit value for money në analizën nëse sektori publik vendos ta koncesionoj apo ta japi me partneritet publik-privat një shërbim, një ndërtim, një infrastrukturë, një çfarëdo që. Pra, ma tregoni pak në këtë projekt ligj që keni sjell, ku e keni specifikuar një gjë të tillë. Që dhe VKM-ja të derivoj prej ligjit dhe jo të shpiki koncepte që nuk ekzistojnë në ligj. Dakor?